Sipas të dhënave mjekësore, humbja e papritur e peshës, do me thënë humbja e 5% ose më shumë e peshës trupore brenda një periudhe 6 deri në 12 muajsh, pa ndryshime të qëllimshme në dietë apo aktivitet fizik, konsiderohet klinikisht e rëndësishme. Kjo do të thotë se nëse dikush peshon 80 kg dhe humbet 4 kg ose më shumë pa u përpjekur fare, mjekësia nuk e sheh këtë si rastësi, e sheh si shenjë. Por ja ku qëndron problemi i vërtet. Shumë njerëz nuk arrin ta dallojnë kur humbja e peshës është normale dhe kur nuk është. Dhe arsyeja kryesore është se shenjat që dallojnë njërin nga tjetra nuk janë ato që njerëzit presin. Nuk janë shenjat e dukshme, të mëdha, dramatike. Janë shenja subtile, të heshtura, që fshihen pas asaj që duket si progres. Ky material nuk ka për qëllim të friksojë askënd, ka për qëllim të edukojë, sepse njohuria e duhur, në momentin e duhur, mund të bëjë diferencën ndërmjet një vizite rutinore tek mjeku dhe një diagnozë të vonuar me muaj apo vite. Këto janë 4 shenja, jo bazike, jo të zakonshme, por thelbësore, që tregojnë se humbja e peshës mund të mos jetë ajo që duket. Shenja e parë, kur pesha bie edhe pse ushqimi mbetet i njëjtë ose edhe rritet. Kjo është ndoshta shenja më kontraintuitive nga të katërta dhe pikërisht për këtë arsye, është ajo që anashkalohet më shpesh. Në mendjen e shumicës së njerëzve, ekziston një ekuacion i thjeshtë: nëse ha më pak, humb peshë; nëse ha më shumë, marr peshë. Kjo logjik, edhe pse e thjeshtëzuar, ka një bazë fiziologjike. Por çfarë ndodh kur dikush nuk ka ndryshuar asgjë në mënyrën e të ushqyerit, madje ndoshta ka filluar të hajë edhe më shumë se zakonisht, dhe megjithatë, pesha vazhdon të bjerë? Shumica e njerëzve kur e vërejnë këtë, reagojnë me kënaqësi. Mendojnë, më në fund metabolizmi im po punon, ose ndoshta stresi më ka ndihmuar të djeg më shumë kalori. Por realiteti mjekësor është shumë më ndryshe. Kur trupi humbet peshë pavarësisht marrjes adekuate ose të shtuar të kalorive, kjo do të thotë se diçka brenda trupit po e konsumon energji në mënyrë jo normale. Trupi, në vend që ta përdorë ushqimin për funksionet e tij të rregullta, riparimin e qelizave, ruajtjen e temperaturës, funksionimin e organeve, po e shpërdoron ose po e humbet atë energji diku tjetër. Një nga shkaqet më të zakonshme të kësaj dukurie është hipertiroidizmi, një gjendje ku gjendra tiroide, e vendosur në pjesën e përparme të qafës, prodhon sasi tepër të mëdha të hormoneve tiroidale. Këto hormone kontrollojnë shpejtësinë e metabolizmit. Kur janë tepër të larta, metabolizmi nxitohet në mënyrë jo normale. Zemra rrah më shpejt, temperatura e trupit rritet lehtë dhe trupi djeg kalori me një shpejtësi që nuk ka lidhje me aktivitet fizik. Personi ha normalisht, madje edhe më shumë se zakonisht, por pesha vazhdon të bjerë. E rëndësishme për të kuptuar është se hipertiroidizmi nuk shfaqet gjithmonë me simptoma dramatike. Në shumë raste, veçanërisht në fazat e hershme, simptomat janë subtile, një nervozizëm i lehtë që nuk shpjegohet, një ndjesi se zemra rrah pak më shpejt her pas here, një aftësi e lehtë për t'u qetësuar gjatë natës. Shumë njerëz i atribuojnë këto simptoma stresit të jetës së përditshme dhe nuk i kushtojnë vëmendje. Por kur bashkohen me humbje peshe pa përpjekje, imazhi ndryshon krejtësisht. Një shkak tjetër shumë i rëndësishëm dhe shpesh i anashkaluar është diabeti i tipit të parë ose edhe diabeti i tipit të dytë i pa kontrolluar. Në diabet, trupi ose nuk prodhon insulinë të mjaftueshme ose qelizat nuk i përgjigjen insulinës siç duhet. Pa insulinë funksionale, glukoza, burimi i energjisë kryesor, nuk mund të hyjë në qeliza. Trupi, i uritur në nivel qelizor, pavarësisht sasisë së ushqimit të konsumuar, billon të zbërthejë yndirën dhe muskujt për të prodhuar energji. Rezultati, humbje peshe, shpesh e shpejtë dhe e dukshme, edhe pse personi ha normalisht, madje edhe më shumë se zakonisht. Ka edhe një kategori tjetër të shkaqeve që shumica e njerëzve nuk e marrin parasysh: sindromat e malabsorbimit. Këto janë gjendje ku zora e holl nuk arrin t'i thithë si duhet lëndët ushqyese nga ushqimi. Personi ha, por trupi nuk përfiton plotësisht nga ajo që konsumon. Sëmundja celiakie, një reagim autoimun të glutenit, është një shembull klasik, por ka edhe sëmundje të tjera, si insuficienca pankreatike, ku pankreasi nuk prodhon mjaftueshëm enzima tretëse dhe ushqimi kalon nëpër traktin tretës pa u zbërthyer si duhet. Një shenjë kyçe që e dallon malabsorbimin nga humbja normale e peshës është natyra e jashtëqitjes. Pa hyrë në detaje tepër klinike,
jashtëqitjet që janë të zbehta, me aromë tepër të fortë, që lundrojnë në ujë dhe janë të yndyrshme në pamje, mund të jenë shenja të malabsorbimit të yndyrës, një gjendje e njohur si steatorea. Ky është një tregues që shumica e njerëzve nuk do ta diskutonin kurrë me mjekun, por që ka rëndësi të jashtëzakonshme diagnostike. Dhe ndërpas, ka edhe mundësinë e infeksioneve parazitare, një shkak që shpesh neglizhohet në vendet e zhvilluara, por që mbetet i rëndësishëm globalisht. Disa parazitë të zorrve mund të konsumojnë lëndët ushqyese përse të trupit i thith ato, duke shkaktuar humbje peshe pavarësisht marrjes adekuate të ushqimit. Mesazhi thelbësor i kësaj shenje është se nëse dikush po humbet peshë pa ndryshuar zakonet ushqimore dhe veçanërisht nëse po ha një soj ose edhe më shumë, kjo nuk është metabolizëm i shpejt, kjo është trup që po dërgon një mesazh, dhe ai mesazh meriton t'i kushtohet vëmendje. Shenja e dytë, kur ajo që humbet nuk është yndyrë, por muskul. Kjo është ndoshta shenja më e rëndësishme dhe njëkohësisht më e vështira për t'u identifikuar pa njohuri specifike. Kur shumica e njerëzve mendojnë për humbje peshe, ata imagjinojnë humbje yndyre, mendojnë se beli po zvëglohet, se shtresat e yndyrës nën lëkurë po hollohen, se trupi po bëhet më i hollë dhe më i tonifikuar. Kjo është ajo që ndodh në një humbje peshe të shëndetshme, kur dikush ndjek një dietë të ekuilibruar, me deficit të moderuar kalorik dhe ushtrime të rregullta. Por ka një lloj krejt tjetër humbjeje peshe, një lloj që mjekësia e njeh si kakeksi ose sarkopenike, ku ajo që humbet nuk është yndyrë, por masë muskulore. Dhe ky dallim është jo thjesht i rëndësishëm, është jetësor. Si mund të dalloj dikush nëse po humbet yndyrë apo muskul? Ka disa tregues që nuk kërkojnë pajisje laboratorike. I pari, dobësia fizike jo proporcionale. Nëse dikush ka humbur 5 apo 10 kg dhe ndihet se nuk ka energji të ngrejë një qese me ushqime, ose has vështirësi të ngjitet shkallët pa u lodhur, kjo nuk është thjesht çështje peshe. Kur humbet yndyrë, forca fizike zakonisht ruhet ose edhe rritet, sepse muskujt mbeten intakte. Por kur humbet muskul, forca bie në mënyrë dramatike dhe jo proporcionale me sasinë e peshës së humbur. I dyti, ndryshimet vizuale. Humbja e yndyrës e bën trupin të duket më të definuar, konturet e muskujve bëhen më të dukshme, por humbja e masës muskulore e bën trupin të duket të zbrazur, lëkura duket më e lirshme, gjymtyrët duken më të holla jo në mënyrë atletive, por në mënyrë që sugjeron brishtësi. Zonat si krahët, kofshët dhe vithe janë veçanërisht treguese. Nëse këto zona kanë humbur volum në mënyrë të dukshme, kjo sugjeron humbje muskulore, jo thjesht humbje yndyre. I treti, dhe ky është ndoshta treguesi më i rëndësishëm, është shpejtësia e humbjes. Humbja e shëndetshme e peshës ndodh gradualisht, zakonisht gjysmë deri në 1 kilogram në javë. Kur dikush humb peshë shumë më shpejt se kjo, veçanërisht pas tërvitje intensive, ka gjasa të mëdha që një pjesë e konsiderueshme asaj peshe të jetë masë muskulore, jo yndyrë. Pse ndodh humbja e masës muskulore? Shkaqet janë të shumta dhe të ndryshme, por disa prej tyre janë shumë serioze. Kakeksia, një gjendje karakterizuar nga humbje progresive e masës muskulore që nuk mund të kthehet plotësisht vetëm me ushqim, është e lidhur ngushtë me sëmundje kronike, si kanceri, insuficienca kardiake, sëmundja kronike obstruktive pulmonare dhe sëmundjet autoimune. Në kakeksi, trupi lëshon substanca inflamatore, citokina, që nxisin zbërthimin e proteinave muskulore. Kjo është arsyeja pse pacientët me kancer shpesh humbasin masë muskulore edhe kur ushqehen mirë. Trupi i tyre po e djeg muskullin si lëndë djegshe në një betejë biologjike kundër sëmundjes. Por kakeksia nuk ndodh vetëm me kancerin. Edhe sëmundje të tjera kronike, si insuficienca renale, HIV/AIDS, depresioni i rënd klinik dhe madje edhe disa infeksione kronike mund të shkaktojnë humbje të masës muskulore. Një aspekt tjetër që meriton vëmendje është çekuilibri hormonal. Hormonet anabolike, si testosteroni, hormoni i rritjes dhe insulina, luajnë rol kyç në ruajtjen e masës muskulore. Kur nivelet e këtyre hormoneve bien, qoftë nga mosha, qoftë nga sëmundje të gjendrave endokrine, muskujt fillojnë të humbasin gradualisht.
Kjo është arsyeja pse disa njerëz, dimosaqje 50 vjeçar, mund të humbasin peshë duke humbur kryesisht muskuj, jo yndyrë, një gjendje e njohur si sarkopenia. Pse e bën këtë shenjë aq të rëndësishme? Sepse humbja e masës muskulore nuk është thjesht estetike, është funksionale dhe prognostike. Studime të shumta kanë treguar se personat me masë muskulore të ulët kanë riskun më të lartë të komplikacioneve pas operacioneve, kohën më të gjatë shërimi dhe madje edhe norma më të larta vdekmërie nga sëmundje të ndryshme. Muskuli nuk është thjesht pamje, është organ metabolik, rezervë proteinike dhe tregues i gjendjes së përgjithshme të shëndetit. Prandaj kur dikush vëren se pesha po bie, por trupi nuk po duket më mirë, kur dobësia po rritet, kur lëkura duket e lirshme, kur shkallët janë bërë më të vështira, kjo nuk është humbje peshe e suksesshme. Kjo është humbje peshe që kërkon vlerësim mjekësor. Shenja e tretë. Kur humbja e peshës shoqërohet me ndryshime në lëkurë, flok ose thonjë që nuk shpjegohen. Kjo është shenja që fshihet më detaje, në ato ndryshime të vogla që shumica njerëzve i vërejnë por i shpërfillin, duke i atribuar stresit, motit ose thjesht moshës. Lëkura, flokët dhe thonjt janë, nga pikpamja mjekësore, një dritare drejt brendësisë së trupit. Ato janë inde me rritje të shpejtë, çka do të thotë se kanë nevojë konstante për lëndë ushqyese, vitamina, minerale dhe hormone për të rigjeneruar. Kur diçka nuk shkon brenda trupit, këto inde janë ndër të parat që tregojnë shenja. Le të fillojnë me flokët. Rënja e flokëve në vetvete nuk është patjetër shqetësuese. Një person i shëndetshëm humbet ndërmjet 50 dhe 100 fije flokësh në ditë, si pjesë e ciklit natyror. Por kur rënja e flokëve intensifikohet, kur flokë mbeten në jastëk në sasi të pazakonta, kur brushimi lë tufa në dorë, kur flokët bëhen të hollë dhe pa jetë, dhe kjo ndodh njëkohësisht me humbje peshe, imazhi diagnostik ndryshon. Humbja e flokëve e lidhur me humbje jo normale të peshës mund të tregojë disa gjëra. E para, mungesë të lëndëve ushqyese thelbësore, veçanërisht hekurit, zinkut, biotinës dhe proteinave. Kur trupi nuk merr mjaftueshëm nga këto lëndë, qoftë sepse nuk po ushqehet mjaftueshëm, qoftë sepse nuk po i thith si duhet, ai fillon të prioritizojë. Organet jetësore, zemra, truri, veshkat, marrin përparësi. Flokët, thonjt dhe lëkura bëhen luks që trupi nuk mund t'i përballojë. Rezultati, flokë që bien, hollësohen dhe humbasin shkëlqimin. Por ka edhe një dimension tjetër, çrregullimet hormonale. Gjëndra tiroide, përsëri, luan një rol qendror këtu. Si hipotiroidizmi, ashtu edhe hipertiroidizmi, mund të shkaktojnë ndryshime në flok, nga rënja e tyre deri te ndryshimi i teksturës, duke i bërë ata të thatë, të brisht ose të ashpër. Kur këto ndryshime ndodhin paralelisht me humbje peshe, ato përforcojnë ndryshimin për një çrregullim tiroidal. Tani, le të kalojmë te lëkura. Ndryshimet në lëkurë që shoqërojnë humbjen jo normale të peshës janë të shumëllojshmërish, por disa prej tyre janë veçanërisht treguese. Hiperpigmentimi, errësimi i lëkurës, veçanërisht në palosjet e trupit, nyjet e gishtave, bërryllat, qafën dhe zonën rreth buzëve, mund të jetë shenjë e sëmundjes së Addisonit, një gjendje ku gjëndrat mbiveshkore nuk prodhojnë mjaftueshëm kortizol. Sëmundja e Addisonit shkakton humbje peshe, lodhje ekstreme, presion të ulët gjaku dhe pikërisht këtë hiperpigmentim karakteristik. Është një sëmundje relativisht e rrallë, por kur shenjat përputhen, diagnostikimi i hershëm mund të jetë shpëtues. Thatësia ekstreme e lëkurës, e shoqëruar me kruarje dhe një ndjesi lëkure letre, mund të tregojë çrregullime metabolike, mungesë të acideve yndyrore esenciale ose probleme renale. Kur veshkat nuk funksionojnë si duhet, toksinat grumbullohen në gjak dhe mund të shkaktojnë kruarje kronike dhe ndryshime në cilësinë e lëkurës, simptoma që shumë njerëz i trajtojnë me krem hidratues, pa pyetur kurrë pse lëkura e tyre ndryshoi pa pritur. Një tjetër shenjë e rëndësishme lëkurore janë mavisjet e pashpjegueshme, mavisje që shfaqen pa traumë të qartë ose që janë jo proporcionale me goditjen. Kjo mund të tregojë probleme me koagulimin e gjakut, mungesë të vitaminës C ose K, ose madje edhe të çrregullime të mëdha hematologjike. Kur mavisjet e pashpjegueshme shoqërojnë humbje peshe, ky kombinim meriton vlerësim urgjent. Dhe pastaj janë thonjt,
ato struktura të vogla që shumica e njerëzve i injorojnë, derisa thyhen ose xhingjyrosen. Thonë që bëhen të brisht, që fillojnë të kenë vija vertikale të theksuara, që ndahen në shtresa ose që ndryshojnë ngjyrë. Të gjitha këto janë shenja të mungesave ushqyese serioze ose të sëmundjeve sistemike. Thonjt në formë lugeje, mjekësisht njohura si koiloniksia, janë shenjë klasike e mungesës së hekurit, një gjendje që mund të shkaktojë edhe humbje peshe. Pse është kjo shenjë aq e rëndësishme? Sepse shumica e njerëzve trajtojnë ndryshimet në lëkurë, flok dhe thonjt si çështje kozmetike, jo mjekësore. Blejnë shampo kundër rënjes së flokëve, kremra hidratues dhe vitamina pa recetë, pa u ndalur kurrë të pyesin pse po ndodhin këto ndryshime tani, njëkohësisht me humbje peshe. Kur trupi ndryshon nga jashtë, zakonisht ka ndryshuar edhe nga brenda. Dhe kur këto ndryshime të jashtme shoqërohen me humbje peshe, ato nuk janë kozmetike, janë diagnostike. Shenja e katërt, kur humbja e peshës shoqërohet me konstelacionin e heshtur, simptoma që duken normale, por nuk janë. Kjo e fundit është ndoshta shenja më e rrezikshme, jo sepse është më e rënda në vetvete, por sepse është ajo që maskohet më mirë. Është ajo që fshihet pas justifikimeve të përditshme, pas shpjegimeve logjike, pas normalizimit që njerëzit bëjnë instinktivisht kur nuk duan të pranojnë se diçka nuk shkon. Mjekësia e njeh këtë si konstelacionin e simptomave, një kombinim shenjash që veç e veç mund të duken krejtësisht normale, por që së bashku krijojnë një pamje klinike që nuk duhet ignoruar. Le të fillojmë me djersitjen e natës, jo thjesht nxehtësinë e zakonshme që dikush ndjen kur ka shumë batanie ose kur dhoma është e ngrohtë. Djersitja e natës klinikisht e rëndësishme është ajo që e detyron personin të ndrojë çarçafët ose pixhamen, që e zgjon nga gjumi, që ndodh pavarësisht temperaturës së dhomës. Kur kjo lloj djersitje e ndodh rregullisht dhe shoqërohet me humbje peshe, ajo mund të jetë shenjë e limfomës, një lloj kanceri i sistemit limfatik, ose infeksioneve kronike, si tuberkulozi. Shumë njerëz e shpjegojnë me stres ose ndryshime hormonale dhe nuk i kushtojnë vëmendje. Por kur dy faktorë janë të pranishëm njëkohësisht, djersitja e natës dhe humbja e peshës, kjo kërkon vlerësim. Tjetra, lodhja që nuk largohet me pushim. Jo lodhja e zakonshme pas një dite të gjatë pune, por ajo lodhje e thellë, e përhershme, që mbetet edhe pas një nate të plot gjumi, që e bën personin të ndihet sikur energjia ka vdekur. Kjo lloj lodhjeje, e njohur mjekësisht si asteni, është e ndryshme nga lodhja e normale në cilësinë e saj, jo vetëm në sasi. Personat me asteni shpesh përshkruajnë se nuk janë thjesht të lodhur, por se ndjejnë një rëndësi fizike, një paaftësi për t'u angazuar që shkon përtej mungesës së gjumit. Kur astenia e thellë shoqërohet me humbje peshe, kombinimi mund të tregojë anemi të rëndë, sëmundje autoimune, insuficiencë mbiveshkore ose sëmundje malinje. Çdo njëra prej këtyre gjendjeve ka mekanizmin e vet, por rezultati i përbashkët është një trup që po shpenzon më shumë energji në mbrojtje ose riparim sesa në funksione normale. Pastaj ka ndryshimet në zakonet e zorrëve, një temë që shumë njerëz e shmangin, por që ka rëndësi të jashtëzakonshme diagnostikike. Nëse dikush ka pasur gjithmonë zakone të rregullta të zorrëve dhe papritmas fillon të përjetojë diarre kronike, kapsllëk të përsëritur ose alternime ndërmjet të dyve, dhe kjo ndodh njëkohësisht me humbje peshe, kjo mund të jetë shenjë sëmundjeve inflamatore të zorrëve, si sëmundja e Kronit ose kolitit ulceroz. Mund të jetë edhe shenjë sëmundjes celiake, kur reagimi autoimun ndaj glutenit dëmton mupozën e zorrës së hollë. Ose në raste më serioze, mund të jetë shenjë e kancerit kolorektal, veçanërisht kur ndryshimet në zakonet e zorrëve shoqërohen me gjak në jashtëqitje, qoftë të dukshëm, qoftë të padukshëm, okult. Një tjetër simptom e heshtur është temperatura e ulët kronike, ajo temperaturë trupi që rri pak mbi normalen, midis 37.2 dhe 37.8 gradë, pa ndonjë infeksion të dukshëm. Shumë njerëz as nuk e matin temperaturën rregullisht, prandaj nuk e vërejnë. Por kur kjo temperaturë e lehtë kronike shoqërohet me humbje peshe, ajo mund të tregojë prani të inflamacionit kronik në trup, qoftë me një infeksion i fshehur, qoftë nga një sëmundje autoimune, qoftë nga një proces neoplastik, rritje anormale qelizash. Dhe së fundmi, ka një simptom që rrallë diskutohet, por që ka rëndësi të jashtëzakonshme: humbja e oreksit specifik. Kjo nuk do të thotë thjesht nuk ka muri, do të thotë se personi papritmas zhvillon një neveri
ose indiferencë ndaj ushqimeve që dikur i pëlqenin, veçanërisht mishit ose ushqimeve me proteina. Kjo lloj humbje e selektive të oreksit është dokumentuar në literaturën mjekësore si shenjë e rreshme të disa llojeve kanceri, veçanërisht kancerit të stomakut dhe kancerit të pankreasit. Mekanizmi nuk është plotësisht i kuptuar, por mendohet se substancat që tumori lëshon në gjak ndikojnë në qendrat e oreksit në tru, duke ndryshuar preferencat ushqimore. Tani, është thelbësisht e rëndësishme të kuptoni diçka. Asnjëra prej këtyre simptomave e marrë veç e veç nuk do të thotë domosdoshmërisht se ka një sëmundje serioze. Djersitja e natës mund të vijë nga një dhomë e tepërt e ngrohtë. Lodhja mund të vijë nga mungesa e gjumit. Ndryshimet në zakonet e zorëve mund të vijnë nga ndryshimi i dietës. Temperatura e lehtë mund të vijë nga një virus i lehtë. Por kur 2, 3 apo 4 prej këtyre simptomave ndodhin njëkohësisht dhe kur shoqërohen me humbje peshe të pashpjeguar, ato formojnë ato që mjekësia e quan konstelacion simptomatik, dhe ky konstelacion nuk duhet injoruar. Humbja e peshës në vetvete nuk është as e mirë as e keqe, është një ndryshim, dhe si çdo ndryshim në trup, ajo meriton vëmendje, jo panik, por vëmendje.